Gjykata kushtetuese I ka hequr mandatin deputetit të Partisë Socialiste Ilir Beqja. Trupi gjykues ka arsyetuar mbi padinë e ngritur nga deputetët e Partisë Demokratike që denonconin deputetin socialist se kishte përfituar tendera me firmën e tij private, pasi ishte zgjedhur në detyrën e ligjvënësit të Partisë Socialiste. Muaj më parë shumica I kërkoi gjykatës kushtetuese të konstatonte papajtueshmërinë e mandatit të deputetit socialist Ilir Beqja pikërisht për këtë çështje. Sipas një dokumenti që publikoi Partia Demokratike, thuaj se zoti Beqja gjatë mandatit të deputetit, për shkak të biznesit të tij, ka përfituar fonde nga pushteti lokal, konkretisht nga Bashkia e Durrës. Demokratët argumentuan se ky veprim bie ndesh me përcaktimin e kushtetutës, që thotë se deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuritë të këtyre. Partia Demokratike pretendonte dhe dhunim të paragrafit 3 të nenit 70 të kushtetutës, I cili I ndalon kategorikisht deputetit që të sigurojë përfitime nga fondet publike, ndërsa deputeti Beqja në datën 9 dhjetor të 2009-s ka marrë nga Bashkia e Durrësit financim në masën prej 24 milion e 240.000 lekë. Partia Socialiste është mbrojtur duke thënë se në kohën e zhvillimit të tenderit, Beqja nuk ishte bërë betimin në kuvend, kohë në të cilën Partia Socialiste bojkotonte punimet e kuvendit, për shkak se nuk pranonte rezultatin e zgjedhjeve të 28 qershorit të vitit 2009. Sipas listës së kandidatëve për deputet në qarkun Shkodër, me largimin e Ilir Beqës në sallën e parlamentit, do të ulet Paulina Hoxha, dekane e Fakultetit të Filologjisë në Universitetin Luigjë Gurakuqi në Shkodër.